Rikthehemi edhe një herë me Ady Sot, do të flasim që në fillim të këtij edicioni pikërisht për reagimin e kreut qeverisë Rama për protestën e opozitës ditën e djeshme. Lidhemi më një herë me kolegen ton Fiorella Beleshi. Fiorella, atëherë cili ka qenë reagimi i Ramës për protestën e djeshme? Shefi i qeverisë ka reaguar në rrjetet sociale me një reagim të tij shoqëruar dhe me molotove të përdorur nga protestuesit drejt të policisë, së shtetit dhe institucioneve, si të selisë qeverisë gjithashtu edhe të parlamentit, duke thënë që duke e krahasuar madje Shqipërinë me Zimbabwe, duke thënë që është partia vetme në botë e cili ushtron dhunë, vetme Partia Demokratike e cila ushtron dhunë, ndërkohë ka kërkuar nga drejtësia që të bëj drejtësi për sa i përket të gjithë dëmtimit të oficerëve të policisë, duke mos pasur një reagim për dhunën e ushtruar ndaj deputetit Bledën Albati të Partisë Demokratike apo qytetarëve të cilët u dëmtuan gjatë protestës dhe gjatë përballjes mes protestuesve dhe policisë, por nga ana tjetër kryeministri Rama deklaroi që për sa i përket fatit politik të Sali Berishës do të zgjidhet në zgjedhjet e ardhshme për të marrë sipas tij disfatën e radhës, ndërkohë partia e tij dhe qeveria e zotit Rama në këtë reagim në rrjetet sociale thotë që do të vazhdojë rrugën drejt Shqipërisë 2030, ndërkohë në këtë moment që flasim duhet të themi që zoti Rama ndodhet në zyrë, ndoshta edhe për të patur përsa i përket për të parë dhe më nga afër, por ajo se çfarë të paktën sipas burimeve gjatë ditës së djeshme ka parë të gjitha dhunën e ushtruar si nga protestuesit gjithashtu edhe nga oficerët e policisë për të ardhur me këtë reagim të sotëm. Ku duhet themi që është hera e dytë që kryeministri Rama reagon pas protestave të Partisë Demokratike, nuk ka qenë në skenaret e kryeministrit për të reaguar pas protestave, pavarësisht se tashmë bëhet hera e dytë kur ai reagon duke sulmuar edhe një herë zotin Berisha dhe duke e cilësuar si nxitës të dhunës ndaj policisë së shtetit dhe ndaj institucioneve të vendit. Qartë, pas ngërçit të gjykatës me qeverinë, pikërisht për imunitetin e ministrave, zoti Rama latë kuptohet se do të ndërhyjë për ndryshuar ligjin për imunitetin e deputetëve. Më konkretisht, çfarë ndryshimesh ligjore do të bëjë ai? Duhet themi që tashmë përveç asaj çfarë ka thënë në mbledhjen e grupit me dyert të mbyllura e kryeministit Rama dhe atë se çfarë ka shkruar në rrjetet sociale pas përfundimit të kësaj mbledhje, ka nisur puna konsultuese mes deputetëve juristë të Partisë Socialiste dhe anëtarëve të qeverisë me ekspertë të huaj sipas burimeve të Adyshenen për të parë se si mund të bëjnë ndryshime për imunitetin e anëtarëve të qeverisë me në krye zotin Rama, gjithashtu edhe të organeve monokratike kushtetuese. Një ndryshim që pritet të bëhet në kodin e procedurës penale, por dilema mbetet ende dhe tashmë grupi punës po diskuton nëse këto ndryshime do të kenë nevojë vetëm në kodin e procedurës penale apo duhet të ketë edhe ndërhyrje në kushtetut. Përsa i përket kodit të procedurës penale mund të realizohet me vota që ka Partia Socialiste plus votat e Partisë së Tom Doshit. Por nëse do të ketë nevojë për ndryshime kushtetuese, kjo mbetet për të parë se si do të arrijë të kalojë me sukses edhe këtë nisëm kryeministri Rama, pasi do duhen 94 vota. Por mbetet për të parë dhe nga ana tjetër, nëse do të kemi një ndërhyrje të ndërkombëtarëve për një ndryshim të njëanshëm nga ana e mazhorancës socialiste, pasi demokratët deri më tani kanë thënë që nuk do bëhen pjesë, por kryeministri ja u ka thënë edhe deputetëve në grupin parlamentar, që ne do të bëjmë gjithçka për të ndryshuar dhe për të mos i lënë në dorë pezullimin e një anëtari të qeverisë, prokurorëve dhe gjyqtarëve pa një vendim të formës së prerë për të mbrojtur në këtë mënyrë në një moment që tashmë dhe gjykata e posaçme ka pezulluar zonjën Belinda Balluku, e cila nuk është zëvendësuar nga ana e kryeministit Rama dhe burime nga grupi nuk ka folur për një zëvendësim të saj, të paktën derisa të ketë një vendim deri në këto momente, por u ka kujtuar të gjithë ministrave që tashmë Partia Socialiste nuk është një ekip futbolli, por është një ekip basketbolli, që lojtarët hyjnë dhe dalin. Fiorella Beleshi, të falenderoj për këtë ndërhyrje. Dhe do të vazhdojmë përsëri pra të lidhemi edhe njërë me gjykatën e Hagës, ku avokati mbrojtës i zotit Thaçi po bën konkluzionet përfundimtare.
se do ta lexoni, edhe kjo në vetvete nuk është gjë tjetër veç se keq interpretim i dokumentit prej ZPS-s. Asgjë këtu nuk mbështet ato çfarë pretendohet prej ZPS-s. Përsëri, to deklarata publike janë deklarata të cilat janë të lëshuar në emër të UÇK-s dhe nuk lidhen në mënyrë të drejt për drejt apo të shprehur me zotin Thaçi. I nderuar gjykatës, mendoj që është momenti i përshtatshëm për të bërë pushim. Gjykatësi do bëjmë pushim tani deri në orën 10. Sekretari gjithë më këmbë. Sa duket ka një pushim pra të kërkuar pikërisht në gjykatën e Hagës dhe është bashkë ngjitur tashmë edhe kolegu i aty CNN Xhaveri Qerdaku, Xhaveri mirë se erdhe. Në fakt përpara se flasim për gjykatën e Hagës, për atë që po ndodh pra me 4 ish-krerët e UÇK-s, do doja ta nisja pikërisht nga konstituimi i kuvendit të ditës sotme, i cili në fakt për hir të së vërtetës u shty pra për një orë tjetër pikërisht për gjykatën e Hagës, apo jo? Po, ka shumë zhvillime në Kosovë, por edhe që përfshin Kosovën edhe jashtë territorit të saj, pavarësisht se dhomat e specializuar apo gjykata speciale, siç e njohim ne, është në jurisdiksionin e shtetit të Kosovës, është një gjykatë e Kosovës, por në një territor tjetër, atë të Hagës, për t'u kthyer edhe zhvillimit tepër interesant dhe shumë të rëndësishëm, që është seanca e konstituimit të kuvendit të Kosovës, u mbajt dje një mbledhje e kryesisë kuvendit për të përcaktuar rendin e ditës, pikat e rendit të ditës në këtë seancë konstituive që u thirr nga presidenti Vjosa Osmani pas certifikimit të rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve të 28 dhjetorit, ku natyrisht që doli edhe paktën një rezultat shumë i qartë se si do të jetë konstelacioni i kuvendit të ardhshëm, u vendos që për shkak të zhvillimeve dhe të deklaratës përmbyllëse të palës mbrojtëse të ish-presidentit Hashim Thaçi, gjithashtu edhe të tjerëve në gjykatën speciale në Hagë të shtyhej, sepse orari fillestar i përcaktuar të paktën nga presidenti Osmani ishte 12:00 e mesditës dhe për shkak të këtyre zhvillimeve dhe për të ndjekur edhe fjalën e palës mbrojtëse me kërkesë të Partisë Demokratike të Kosovës, që partia e zotit Thaçi është shtyr për në orën 17:00. Dhe ta nisim tashmë nga ajo që të gjithë janë kuriozë, ndërtimi, pra konstituimi i kuvendit, por ashtu siç thuhet edhe i qeverisë, pikërisht ditën e sotme. Pyetja ime shumë e thjeshtë është, i ka votat vetvendosje për konstituimin e kuvendit, për pikërisht nënkryetarin, një nga nënkryetaret, një nga 5 nënkryetaret që duhet të jetë i pakicës serbe dhe pikërisht atë emri është Nenad Rashić, pra i preferuari i Albin Kurtit, i kanë votat dhe për qeverinë? I kanë votat tashmë të mazhorancës, 57 mandate janë ato që ka fituar lëvizja vetvendosje me forcat e saj, që gjithsesi duhet thënë që për një mazhorancë të thjeshtë apo minimale duhen 61 vota në kuvendin me 120 ulse të Kosovës. Kanë 57 dhe 4 apo pak më shumë, paktën kanë punuar që t'i marrin në komunitetet jo shumicë, jo serbe. Pra nuk do të bëjnë një koalicion me listën serbe në këtë rast, dhe natyrisht që lëvizja vetvendosje shkon komode në këtë seancë konstituive, ndryshe nga herën e kaluar apo të vitin e kaluar, ku pam ato skena të shëmtuara me atë ngërç të tezjatur në kuvendin e Kosovës, nuk do të kemi një seancë të atilla apo imazhe të atilla apo blokada 8 mujore. Siç e raportuam edhe vitin e kaluar, kështu që nuk do të kemi situata të tillë, i ka votat gjithashtu edhe për nënkryetarët, në kryesin e kuvendit Kosovës është vendosur që nënkryetarët të votohen në paket, pra nuk paket votimeve çeveç, por ajo çfarë është më interesante, siç e shtrove edhe ti Andi pyetjen, ka të bëjë me nënkryetarin që i takon komunitetit të pakicës serbe. Pra,
Por është interesant për të marrë në konsiderat edhe vendimin e gjykatës kushtetuese sa i përket procedurës së ndjekur vitin e kaluar për zgjedhjen e nënkryetarit nga radhët e pakicës serbe në Kosovë, ku zgjodh Nenad Rashić, por gjykata kushtetuese ka përcaktuar që procedura e ndjekur dhe zgjedhja e zotit Rashić si nënkryetar nuk ishte e drejtë dhe binte ndesh me Kushtetutën e Kosovës, prandaj ka sugjeruar, ose të paktën kështu është interpretuar nga ekspertët e Kushtetutës apo njohësit e Kushtetutës të Kosovës, që si emërtim apo si nominim i takon listës serbe, që është partia më e madhe e pakicës serbe në Kosovë, që të propozoj një emër për nënkryetar. Dhe këtu duket se ka një ngërç në fakt. Këtu mund të pritet një ngërç, kurse pjesa tjetër, qoftë për një qeverinë, qoftë për nënkryetarit e tjerë, nuk do të ketë ngërç. Duke vazhduar të qëndrojmë te konstituimi i kuvendit, por edhe ndërtimi i qeverisë. Mund të rikthehen preferencat e vjetra të Albin Kurtit gjatë atyre 8 muajve, kam fjalën pikërisht të personit që shikoj pikërisht në ekran, mund të jetë Albulena Haxhiu në vend të Dimal Bashit, pra mund të kemi surpriza pra në kuvend, apo edhe në qeveri, ose më saktë në ajo që keni dëgjuar, ku do të jenë Albulena Haxhiu apo Glau Konjufca? Kosova dukshëm do ta nis, apo zoti Kurti do ta nis aty ku e la vitin e kaluar. Do ta nis me Albulena Haxhiun duke e propozuar atë për postin e kryeparlamentarit. Nuk ka dyshime. Nuk ka dyshime. Jo, nuk ka dyshime. Do të jetë jo Dimal Basha pra. Mund të ketë edhe surpriza, po diskutim nuk i përjashtojmë. Nuk ka diçka zyrtare të dalë nga lëvizja vetëvendosje. Çfarë thuhet në Eurogos? Informacionet paktën që kemi arritur që t'i sigurojmë që me shumë gjas Albulena Haxhiu do të jetë kryeparlamentare e radhës e Kosovës për 4 vitet e ardhshme, por nuk përjashtohen edhe surpriza. Megjithatë, zoti Kurti e ka bërë të qartë paktën në deklarimet e tij kur është pyetur nga gazetarët që do të ketë shumë pak ndryshime nga propozimet e viteve të kaluara, qoftë në kabinetin e tij kur e provoi edhe një herë për të votuar qeverinë e tij, qoftë edhe në kabinetin mbasi ndryshoi postet me Glau Konjufcën, që është nënkryetari i lëvizjes vetëvendosje, kështu që priten ndryshimet shumë të pakta, por emrat janë para shumë po ato që kanë qenë në qeveri 4 vitet e kaluara të lëvizjes vetëvendosje. E kuptoj. Duke vazhduar dhe duke diskutuar pikërisht frikën e një ngërçe institucional që tashmë për kuvendin edhe për qeverinë nuk do të ketë më. Nuk do të kthehem përsëri për ato skenat 8 mujore. Duket, nuk di nëse më aprovon, duket sikur po kalon dhe një tjetër krizë e mundshme institucionale, e kam fjalën për pikërisht presidenten ose presidentin e ardhshëm. Ka pasur një takim mes zonjës Osmani dhe kreut të LDK-s Abdi Qiku. Çdo të thotë kjo, të paktën sipas mediave në Kosovë apo? Rezultati ka dalë me nota pozitive nga i takimi i kreut të LDK-s zotit Abdi Qiku me presidenten zonjën Vjosa Osmani, kështu që është një sinjal që mund të vota mund të jenë për Osmani. Mund të kenë arritur një pajtueshmëri të paktën sa i përket procesit për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. Deri më tani kandidatja e vetme është zonja Osmani, që ka shpallur edhe një herë atë pëlqimin apo dëshirën e saj për të qenë edhe një herë për një mandat tjetër presidente e Kosovës. Gjithashtu zonja Osmani raportet me lëvizjen vetëvendosje pas asaj tendosje dhe krize që patën për shkak të sanksioneve të perëndimit, për shkak të ftohjes me Shtetet Bashkuara të Amerikës nga qeveria Kurti, tashmë duket sikur janë sheshuar këto probleme apo këto distanca dhe palët janë afruar sërish. Megjithatë duhet të presim dhe të shohim nëse zoti Kurti dhe lëvizja vetëvendosje i ka harruar ato kritikat forta dhe akuza që i ka bërë zonja Osmani përgjatë vitit të kaluar për shkak të këtyre grindjeve që kanë pasur ose të paktën distancimit disi përplasjeve të shpeshta që kanë ndodhur qoftë me ambasadën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, qoftë edhe me vendimin për pezullimin e dialogut strategjik Washington-Prishtinë. Qartë. Mirë, le të flasim për një tjetër çështje shumë të ndjeshme, pikërisht gjykata e Hagës, jemi në konkluzionin përfundimtare, e kanë dhënë prokurorët, ka një shokim në masë, le të themi, si në Kosovë ashtu dhe në Shqipëri,
për atë që kërkuan prokurorët e Hagës për 4 ish-krerët e UÇK-s. Pra në total 180 vite burg me akuza shumë të rënda deri krim kundër njerëzimit. Unë do ta kap në një tjetër pikë. Çfarë thuhet në Kosovë pra mes analistëve, avokatëve, juristëve, çfarë thuhet pra për këtë dënim të mundshëm dhe sa mund të shpëtojnë pra këta ish-krerët e UÇK-s? Për ta sjellë në kontekst ndoshta edhe për shikuesit tanë, unë do them vetëm një fakt që është i patjetërsueshëm. Radovan Karadzic, që është një nga kriminalet më të tmerrshme të atyre krimeve makabre në Bosnjë dhe Hercegovinë, është dënuar me 40 vite burg, ndërsa Hashim Thaçi, që ka bërë një luftë për vetmbrojtje, apo ish-krerët e tjerë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Veseli, Krasniqi dhe të tjerë, nuk ka ndërmarrë veprime të tilla, pra nuk ka qenë një ushtri sulmuese, ka qenë një ushtri për vetmbrojtje, për çlirimin e territoreve apo për mbrojtjen e shqiptarëve nga ajo dhunë brutale që bënte regjimi serb në atë kohë. Dhe të kërkosh më shumë për Hashim Thaçin dhe të tjerët se sa për Radovan Karadzic është e tmerrshme, thjesht ta mendosh. Nga ana tjetër, edhe renditja e fakteve apo pretendimeve të prokurorisë shpesh herë ka qenë e bazuar në dëshmi verbale dhe jo në prova konkrete që zoti Thaçi apo të tjerët kanë bërë krime të ndryshme. Është pretenduar nga prokuroria të paktën që janë shënjestruar rivalët politik, qoftë nga LDK apo forcat e tjera që ndoshta nuk kishin një linjë logjike apo të mendimit me komandantët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, megjithatë provat kanë qenë të pakta për ta mbështetur atë pretendim. Dhe më skandalozja e gjithë këtyre, të paktën ka qenë qasja përdorur nga prokuroria speciale e dhomave të specializuara në Hagë që të minimizojë në maksimum dëshminë e ndërkombëtarëve, atyre që kanë qenë mbikëqyrësit kryesorë, le ta themi kështu, të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që kanë ditur se si organizoheshin, misionin e tyre dhe veprimtarinë e tyre, qoftë në terren, qoftë edhe përmes. Ka gënjur në vjet trasha të paktën siç ishte deklarata e prokurorëve, ka gënjur Hashim Thaçi ndaj ndërkombëtarëve se çfarë ishte në realitet apo çfarë posti mbante. Por prokuroria ka harruar një detaj që është thënë të paktën nga James Rubin, që ka qëndruar për një kohë të konsiderueshme në përgjatë luftës pranë këtyre krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke pohuar me zë dhe me figurë që nuk ka qenë një organizat e mirëfillt apo një ushtri e mirëfillt, por kanë qenë grupime të ndryshme që luftonin për të mbrojtur popullin e tyre ndaj agresionit serb. Pra nuk ka pasur një organizim i mirëfillt siç pretendonte prokuroria speciale e Kosovës për të shënjestruar civilët, dhe mbrojtja gjithashtu e demantoi gjitha të pretendim dhe rrëzoj gjitha të pretendim të prokurorisë speciale të dhomave të specializuara të Kosovës, duke konsideruar që nuk ka asnjë provë konkrete për ta mbështetur atë, madje përveç se nuk ka prova konkrete për të mbështetur akuzat dhe pretendimin për 45 vite burg për çdo nga këto 4 antar dhe krerë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, por gjithashtu po punon që të rrëzojë edhe provat që i shfaqsojnë këta ish-krerë të UÇK-s në Hagë, në mënyrë që të vazhdojë përpara atë narrativën e prokurorisë speciale, duke u bazuar në prova apo në thashëtheme që në pjesën më të madhe të tyre janë thashëtheme që janë hedhur për konsum nga shërbimi sekret i Serbisë, gjithashtu edhe i Rusisë. Mjafton të përmendim këtu vëmendjen e veçantë që i kanë kushtuar kësaj faze përfundimtare të këtij gjyqi mediat në Serbi, qoftë media shtetërore, qoftë media të tjera pranë regjimit të Vučićit, qoftë edhe mediat e propagandës ruse si Russia Today apo Sputnik që operojnë në Ballkan përmes lejes që është dhënë nga shteti i Serbisë apo edhe Republika Srpska. Dhe interesant është fakti që pikërisht prokurori që ndërtoi gjithë trupën e prokurorëve kundër 4 ish-krerëve të UÇK-s, sot po jep llogari në Kongresin Amerikan, mos gaboj? Po. Bëhet fjalë për Jake Smith, i cili është një figurë tepër kontroverse, thjesht për të parë ndoshta atë figurën e tij apo etikën në punë,
është marrë në pyetje nga Kongresi Amerikan pikërisht për dosjen që ka ndërtuar ndaj presidentit aktual Donald Trump dhe po pyetet dhe vazhdimisht po dështon që të justifikoj punën e tij në krijimin e asaj dosje. Duhet që një person që nuk ka dhe aq integritet në punën e tij dhe ka dështuar në mbrojtjen e argumenteve apo provave që pretendonte se i ka grëmbulluar dhe për ta sjellë edhe në aktualitetin ton, ndoshta do të gjej një mekanizëm edhe Kosova që këtij personi, këtij individi i cili ka përpiluar këtë akt akuz me mbi 40.000 faqe ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të merret në pyetje lidhur me procedurën që ka ndjekur dhe ku i ka marrë këto informacione dhe nëse qëndron edhe pretendimit paktën apo dyshimi i fortë që shumica e këtyre materialeve janë siguruar nga Shërbimi Sekret Serb dhe janë dorëzuar atij në mënyrë që të përndiqte në këtë formë siç po përndiqen ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe po qëndrojnë në Hag, do ta përmendim këtu, për më shumë se 5 vite. Megjithatë, unë i rikthem përsëri pyetjes, nuk më përgjigje analistët, mediat, avokatët, juristët, çfarë thonë për këtë pjesë, për akuzat e prokurorisë, pasi akuzat janë, pretenca e tyre është 45 vjet. Nga ajo që themi ne që janë pafajshëm, me 45 vjet është një diferencë e madhe. Çfarë flitet, pra, sa mund të dënohen ose jo? Është vështirë që ta themi sa mund të dënohen, sepse është dosja sipas juristëve, sipas asaj që kanë lexuar dhe kanë studiuar. Sipas juristëve, një dënim mund të variojë deri në 10 vite, 14 vite burg. Mund të përmendim këtu rastin që është dhënë një vendim nga gjykata speciale ndaj një ish luftëtarit UÇK-s që është dënuar pak a shumë me të njëjtën dosje jo të këtij volumi, që është dënuar me 14 vite burg, është apeluar sërish ai vendim, por nuk është pranuar, kështu që ka qëndruar në fuqi dënimi me 14 vite burg. Megjithatë është e paqartë nëse mund të themi një shifër apo një numër vitesh që mund të jepen në dëm të ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, por fjala apo pesha kryesore tashmë i takon mbrojtjes se si do të justifikojë apo do të rrëzojë pretendimet e prokurorisë, qoftë provave, qoftë të dëshmive verbale. Megjithatë, fjala e fundit pa diskutim që i takon gjykatës speciale, por për t'ju kthyer edhe një herë, është një gjykatë speciale që ka dalë nga ligjet e Kosovës, nga kushtetuta e Kosovës, megjithatë ka një mangësi të madhe kjo gjykatë speciale. Nuk ka asnjë organ, qoftë Kuvendi i Kosovës, qoftë Ministria e Drejtësisë apo ndonjë institucion tjetër që t'i kërkojë llogari kësaj gjykate speciale se pse ka vepruar në këtë mënyrë, pse ka lejuar prokurorinë speciale që të kërkojë ndoshta dënimin maksimal, sepse 45 vite, siç e theksova, nuk është dënuar Radovan Karadziç, që krimet e tij janë të njohura. Prandaj ndoshta legjislatura e re e Parlamentit të Kosovës do të veprojë në këtë veprim për të kërkuar llogari, për të ndërmarrë ndonjë veprim ndaj gjykatës speciale në mënyrë që të kuptojë që nuk është një institucion edhe le ta themi kështu, edhe aq me liri të pakufizuar në mënyrë që të marrë informacione nga Serbia dhe t'i servirë si prova konkrete ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Madje më e rënda që raportojnë qoftë mediat, jo vetëm të Kosovës, por edhe ato ndërkombëtare, është përpjekja e prokurorisë speciale të dhomave të specializuara në Hag që ta konsideroi luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës si një organizatë terroriste e cila është themeluar dhe i ka bashkuar të gjithë ta njerëz që ne i shohim në bankën e ata akuzuarve vetëm fryma kriminale për të ushtruar dhunë, për të vrarë kundërshtarët politik dhe për të bërë veprimtari të ndryshme kriminale, gjë e cila pa diskutim që është e papranueshme, sepse ne e dim shumë mirë se për çfarë arsye dhe motivi ka lindur ushtria çlirimtare e Kosovës. Pyetja e fundit, Xhevi, teksa jemi pra në sprintin final tashmë, ka mbaruar pikërisht trupa e akuzës, mbrojtja tashmë po jep verdiktin e saj final. Kur pritet me gjithë këto procedura, kur pritet kemi një vendim përfundimtar?
E premtja e fundit e shkurtit, pra 27 shkurti pritet që të filloj, paktën sipas njoftimit në kalendarin zyrtar, edhe marrja e gjitha këtyre pretendimeve nga trupa gjykues në mënyrë që më pas të tërhiqet për një kohë të caktuar për të marrë vendimin. Megjithatë, edhe kjo pjesë pritet të zgjasë një javë nga e premtja e fundit e shkurtit në të premten e parë të muajit vijues, kështu që presim që të marrim me njoftime zyrtare se kur do ta kemi një vendim. Megjithatë, shpresat janë të mëdha që ekipi mbrojtës i të 4 ish komandantëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës do ja dalin dhe do ta ngrenë çështjen e tyre për të demantuar dhe për të rrëzuar shumicën, ndoshta edhe të gjitha pretendimet apo provat e sjella nga Prokuroria Speciale e Kosovës në mënyrë që të dalin të pafajshëm. Por duhet të deklarojmë këtu që edhe nëse këta ish-krerë të UÇK-s mund të dënohen me dënime nga 5 deri në 10 vite burg, pjesa më madhe e tyre të paktën i kanë kryer këtë dënim dhe mund të lirohen që ditën pasuese mbas marrjes së vendimit, sepse me 5 po jo me 10. Mund të lirohen edhe me 10 sepse ekziston ajo që ne njohim të paktën njësimi i ditë natës si 2 ditë burg. Jo në gjykatën speciale të Hagës. Jo në gjykatën speciale. Mirë, Xhevi, të falenderoj që ishe bashkë me mua në Aty Sot. 7 muaj pa paga dhe në borxhe për të siguruar jetesë minimale, kjo është situata e punëtorëve të sigurimit të kompanisë Bankers Petroleum, të cilët janë ngritur sërish në protestë. Dhjetra punonjës të kompanisë sigurimit të Bankers Petroleum, SHPSF Seriani, janë ngritur në protestë para ditën e kësaj të martë duke kërkuar zgjidhje urgjente për situatën e tyre ekonomike. Sipas protestuesve, prej 7 muajsh ata nuk kanë marrë pagat, duke e kthyer përditshmërinë e rreth 120 punonjësve aktual në një betejë të vështirë për mbjetesë. Punonjësit shprehen se kompania ka pasur më parë rreth 380 të punësuar, por përgjatë muajve të fundit janë kryer shkurtime të vazhdueshme. Kjo është protesta e 4 brenda 7 muajve, ku sipas tyre tregon se situata nuk ka marrë asnjë zgjidhje konkrete. Kemi 7 muaj pa na xhiruar lekët e pagave kompania Bankers. Për të tjerët, për punonjësit e tjerë, për operator, për mekanik, për të gjithë ka lek, për neve s'ka. Njëkohësisht jemi vënë ndjeni edhe nga rrjetet sociale që këta kanë hapur llogarit të dyshimta jashtë shtetit, me ato para i marrin për vete, nuk e di se çfarë bëjnë, çfarë shlyen i çojnë kin, neve pa rroga. Unë kam 10 vite që punoj te kjo firmë. Është hera e parë që na ndodh ky problem. Na kërcënojnë me, domethënë, duke na shkurtuar vendet e punës nëse ne kërkojmë lekët, na thonë që të heqim dorë nga pjesa e mbetur e pagesave, edhe të vazhdojmë punën. Por ky është kërcënim. Protestuesit deklarojnë se janë zhytur në borxhe dhe kredi, pasi mungesa e pagave i ka lënë pa mundësi për të përballuar shpenzimet bazë familjare. Me kredi jemi të gjithë, si të gjithë shqiptarët. Presim që ketë një ndryshim. Lek për shkollë kalamajt. Një familjar, 7 muaj, pa marrë rrogën, fëmijët në shkollë, vetë me tension dhe me zemër. Si do të gjejmë do ilaçe? Kush më jep? Kush më ndihmon? Shteti çdo merr masa. Ne nuk po përballemi dot. Jemi të gjithë me kredi, me fëmijë, me borxhe. Marrim njëri tjetrit, po derisa do arrijmë kështu ne. Edhe familjarët e të tjerë që na kanë huazuar paga, na kanë huazuar lek, s'kan mundësi dhe ata të na mbajnë me borxhe. Se s'kemi 7 muaj. Përballë kësaj situate, punonjësit paralajmërojnë se do të vazhdojnë protestat paralelisht me punën deri në momentin kur problematika e tyre të marrë një zgjidhje përfundimtare. Edhe në Durrës banorët që preken nga projekti TIT Durrës kanë protestuar përpara bashkisë, ata janë kundër trajtimit me qira pa arritur dakordsimin e shpronësimit pronave të tyre. Gjatë protestës, qytetarët u përplasën me këshilltarët dhe punonjësit e policisë, teksa këta të fundit kanë kryer edhe arrestime. Banorët e prekur nga projekti TIT dhe një tjetër projekti zhvillimor që prek lagjen 7 dhe 8 të qytetit Durrësit kanë protestuar ditën e sotme përpara bashkisë së qytetit. Kjo protest vjen para nisjes së mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ku në një nga pikat e rendit të ditës ishte parashikuar dhe subvencioni që ras për banorët që preken nga projekti TIT. Si harroni pronat tonë
Banorët kërkuan fillimisht të hyjnë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak për të ndalur nisjen e diskutimeve. Disa prej këshilltarëve që u paraqiten me vonesë u penguan nga protestuesit të hynin në bashki, teksa nuk munguan as përplasjet fizike dhe ofendimet ndaj tyre. Pas hedhjes së sendeve, vezëve dhe letrave higjienike në drejtim të godinës së bashkisë, efektivët e rendit kanë shoqëruar disa prej protestuesve. Usura që keni harxuar deri tash, doni të shkojmë deri te kjo pikë, shkojmë deri te kjo. Po çu do kjo punë? Ju më vazhdoni bonus në rast mos ku justifikon me bonus. Po kush po pritet po ju justifikohesh, po kur bonus nuk e din ne nuk e din votën. Po kush mo, po nuk e din mirë me çose je, por ju nuk duhet ta mbroni. Ka që thjesht. Na leni me kalon ndihmën ekonomike. Vi kaluar tash. Projekti i rihetëzimit të bulevardit historik Epidam, i njohur si TID Durrës, parashikon shpronësimin e 74 familjeve durrësake, i cili sipas zhvilluesve parashikon ta rikthejë qytetin e Durrësit në hartën europiane të destinacioneve kulturore dhe historike, si dhe të ofrojë mundësi përfitimi ekonomik nëpërmjet trashëgimisë së pasur kulturore dhe historike të qytetit për komunitetet lokale. Urikumi edhe pse një qytet turistik gjatë dimrit ka pak njerëz, kryesisht të moshës së tretë. Të rinjt janë larguar në emigrim, teksa dhe ata të cilët kanë qëndruar gëzohen sezonit turistik që sjell pak të ardhur. Në vendet turistike të cilat janë aq shumë të lakmuara nga pushuesit vendas dhe të huaj për gjatë sezonit veror, po ndihen tashmë pasojat e emigrimit të popullsisë. Urikumi është një ndër prej tyre, ku në qytetin e vogël Buzdetit jon jetojnë sot një pjesë e konsiderueshme e popullsisë në moshë pensioni. Qytetarët tregojnë se në qendrën e njësisë administrative të rinjt janë të pakët, teksa i merr malli për fëmijët e larguar në emigrim. Çfarë me se do rroj me 120.000 lekë pensiono, na u dhan për të qashur më dhull dhe çfarë na dhan? Na ngrat 2%, 2.5%. Çfarë ngrat 2.5%? Me 130.000 lekë pension nuk arrin që të marrësh 101.000 lekë më bëjnë atë ilaçet. 101.000 lekë. Me kë jetoni juve? Vetë me burrin. Me burrin. Me plakun. Fëmijët i kanë emigrim? Në emigrim, të gjithë. Ku janë? Çfarë shteti? Në Itali. Në Itali. Mendojnë të kthehen në Urikum? Po, pse do kthehen në Urikum? Çfarë do bëjnë? Kusht do të kesh një punë, një biznes, pa një denisë nga e para po u kthyen. Po marrin 170. Student. Po s'del fare se jemi në moshën e ilaçeve pensionistë. Të ndihmojnë fëmijët, besoj që. Po, na shtim me ata po ecim se në të kundërt fëmijët larguar edhe s'kemi asnjë nip mbes të kënaqemi të shikojmë të shkojmë një ditëlindje, një kohë të bukur me ta, një orë të bukur. Për ata të cilët janë në një moshë më të re dhe ende punojnë, problemi nuk qëndron vetëm tek mungesa e vendeve të punës dhe ekonomisë, por edhe tek kushtet bazike për jetën. Urikumi prej vitesh sipas tyre ka një sër problematikash, duke nisur nga mungesa e ujit të pirshëm, ndërprerjet e vazhdueshme të energjisë elektrike si dhe infrastruktura rrugore e dobët. Unë jam me bashkëshortën, fëmijët i kam jashtë shtetit. Jashtë shtetit. Po. Mendojnë të kthehen, mendojnë të vinë. Absolutisht, kalamajt jo, drita s'ka, ujë s'ka, rrugë s'ka, ekonomi s'ka, ka vende pune këtu që mund punojnë. Vende pune ka, faktikisht, vende pune ka. Po që nuk ka garancie këtu për jetën. Urikumi si një vend turistik, por dhe fshati i Radhimës, jetojnë çdo vit mes dy realiteteve, atë të një vendi të populluar dhe plot gjallëri gjatë sezonit veror, e nga ana tjetër në vjesht e në dimër një vend ku mbizotëron vetëm mosha e tretë. Në Vlorë, agentët e imobiliar vrejnë një rënje të kërkesës për të blerë prona, sipas tyre infrastruktura e dobët e qytetit dhe mungesa një aeroporti po bëni që edhe blerësit e huaj të tërhiqen nga tregu. Fillimi i vitit 2026 ka shënuar një ulje të kërkesës për blerje apartamentesh në Vlorë, apo edhe kërkesës për dhënie me qira. Shkaku kryesor lidhet sipas agjentëve imobiliar kryesisht me infrastrukturën në qytet, ndërsa afrimi i sezonit turistik pritet të ndryshojë këtë trend. Renato Banushaj, agent imobiliar,
thekson se ka edhe një ulje të shtetasve të huaj, kryesisht italian që zgjedhin Vlorën për të investuar. Nuk ka pat një prurje kohët e fundit, biles nga klientë tanë ka pat disa që kanë kërkuar të shesin pronat e tyre dhe janë kthyer në vendlindje apo kanë emigruar, do të thoja, drejt vendeve të tjera. Qerat kanë rënë me 20%. Shitjet apo euro për metër katror, do të thoja, vlera për metër katror, disi stopua, nuk ka më rritje ajo rritje e bujshme që ka qenë para disa kohësh. Çmimet po thuaj se kanë kapur majën dhe lehtësisht janë në rënje. Gjithmonë fillim vitet janë me prurjet më të vogla për sa i përket vlerësve. Jemi në pritje të një rritje, shpresojmë në tremujorin e dytë të këtij viti. Do të na ndihmonte shumë hapja e aeroportit dhe investimeve që po flitet. Panusha i thekson se ajo se çfarë vjet re është kërkesa në rritje edhe në zonat rurale nga të huajt për të blerë prona. Kanë qenë zonat rurale që kanë pasur një kërkesë kohët e fundit, fshatrat përreth Vlorës në rrethina kemi pat goxha kërkesa nga shtetas të huaj. Zonat rurale do të thojë zgjedhin për dy motive. Pikë së pari, çmimi që është relativisht i ulët dhe qetësia. Normalisht ata klientë që blejnë në zonat rurale janë klientë të moshës apo persona të moshës së tretë që duan dhe pak qetësi. Vlora mbetet një nga zonat me interes për të huajt, ndërsa padyshim që sezoni është edhe periudha kur ka më shumë kërkesa për pronat. Seancën e së martës të dosjes Plumbi Art, i pandehuri Henrik Hoxha rrëfeu atentatin e dështuar ndaj biznesmenit Lulzim Masha. Sipas pandehurit, shënjestra e vërtet kishte qenë djali i Mashës, por sipas tij vendosën të vrasin të atin, që i biri të shfaqej në ceremoninë mortore dhe më pas ta ekzekutonin. Henrik Hoxha, i pandehur në dosjen Plumbi Art në gjykatën e posaçme, rrëfeu të martën çfarë fshihej pas atentatit të dështuar të biznesmenit Lulzim Masha, ndodhur në janar 2022 në Tiranë. I pandehuri që gjatë hetimit ju hoq statusi i bashkëpunëtorit të drejtësisë, tregoi se shënjestra e vërtet kishte qenë djali i Mashës, por sipas Hoxhës, me që nuk e gjenin dot djalin e biznesmenit, atëherë planifikuan të vrasin të atin, që i biri të shfaqej në ceremoninë martore dhe të kishin mundësi ta ekzekutonin. Hoxha rrëfeu se porosin e vrasjes se kishte marrë nga Nureddin Dumani. Në fillim diskutuan për 150.000 euro, tha Hoxha, për vrasjen e djalit, pastaj për Lulzim Mashën ram dakord për 100.000 euro. Në përgjigje të pyetjeve të prokurorëve, Hoxha tha se kishte vëzhguar për gati një vit lëvizjet e biznesmenit dhe se në fund kishin vendosur që vrasjen ta bënin pranë liçenit artificial. Hoxha rrëfeu se kishte çuar të bashkëpandehurin Skerditasi pranë vendit ku do të kalonte biznesmeni dhe vetë ishte larguar. Më pas, kur ishte takuar me Tasin, kishte mësuar prej tij se ishte bllokuar arma. Unë një ditë më parë shkreha një karikator me ato armën, por atë ditë ngeci, tha Hoxha, që shtoi se teksa kishte ndodhur ngjarja, ai kishte një radio policie në makinë dhe se dëgjonte komunikimet e forcave të rendit. Hoxha tregoi edhe për planifikimin e një atentati ndaj Otikilës në Elbasan që nuk u realizua, person që sipas Nureddin Dumanit kishte strehuar Talo Çelon. Po ashtu, ai rrëfeu se kishte transportuar Dumani në Fier pasi i bën atentat në aksin Peqen Elbasan dhe detyrimin e mjekëve për ta kuruar në shtëpi. Erdhi policia më pas aty nuk di se si. Asaj Nureddini na shiti të gjithëve. Ne kemi vrarë 100 si puna e Nureddinit. Kur e pyeta Nureddinin për ngjarjen, më tha se ishin 4 veta, 3 me maska dhe shoferi pa mask, Talo Çela. Unë nuk e besova, por kushtu më tha, tregoi Hoxha. Një tragjedi e rëndë ka ndodhur në Kanada, 9 persona janë vrarë dhe të paktën 25 të tjerë janë plagosur gjatë një sulmi me armë zjarri në një shkollë dhe një shtëpi në British Columbia. Kështu raporton policia, 6 viktima u gjetën të vdekur brenda shkollës së mesme Tumbler Ridge, ndërsa një person i 7 vdiq gjatë rrugës për në spital. Autori e sulmit është vetë vrarë, njoftoi policia, që gjeti edhe trupin e pajetë të saj brenda shkollës. 2 persona të tjerë u gjetën të vdekur brenda një banese aty pranë. Policia beson se të shtënat janë të lidhura me njëra tjetrën, por nuk është në gjendje të japë këtë informacion përfundimtar. Autoritetet thonë se e din identitetin e personit që hapi zjarr, por nuk e kanë zbuluar emrin dhe gjinin. Më herët një person e përshkroi të dyshuarën si një femër me fustan dhe flok ngjyrë kafe. Kryeministri Kanadas Mark Carney thotë se është i shkatruar nga të shtënat e tmerrshme.
Mirë, kemi ardhur në fund të Adyssot, i kujtoj për zhvillimet më të reja. Në ndiqni në faqen tonë zyrtare adyssjenen.com. Bashkë kemi përfunduar tu, mirupafshim.